Besojmë në informë që ka ndodhur. Pra kush kishte për ti ka ikur. Sa është tek ata që nuk kanë ikur ende dëshira për të ikur sot? Këtu duhet të flasim cilat janë mungesat, domethënë që kanë të rinë sot, në aspektin se në zhvillimin e tyre të anës dhe profesionale, se sot është bërë një shkëputje e arsimit me vendin e punës. Sot të rinë është kriter, ti nëse nuk jenë në listën e patronazhistëve, ti nuk jenë punë. Nuk jenë pjesë e administratës publike. Statistika thot sipas KLSH-s që ne i harxojmë gjithë lekët që japim universitetit për të paguar rojet dhe zero për përmirësim. Pjesa më e madhe e rinëve sot i kanë për kafe. Okej. Dhe kjo, jo më larg kur thash parë që është një krizë ekonomike dhe një krizë psikologjike. Në fakt, duhet ta pranojmë që jemi të gjithë njësoj dhe jemi të gjithë keq. Nuk sjell ndryshim një përqindje shumë e vogël e njerëzve që bën karshillok sot dhe bën një rrogë dhe kanë facilitete nga pushteti, por në fakt realiteti sot është shumë i hidhur. Ne sot duhet festonim ditën e pluralizmit politik, por ne sot jemi në despotizëm politik. Është pak paradoksale me në krye autokratin mendojnë deri që është autokrat Rama? Po, prandaj po specifikoj kështu, autokrat, despot, Ervin Rama. Edvin, se e ka ndruar një se gjithë të këshiat i ka ky, edhe na ngatroj tash. E ka ndruar dhe emrin, dakor. Edvin Rama. Megjithatë, Instati thotë që gjysma e të rinjve nuk kanë as shkollë, as punë. Statistika thonë që shkolla jon e mesme ka rënë pas Palestinës për nga cilësia. Reflekton kjo te njerëzit me cilët mund të punosh politikisht? Mendoj që po. E bën më të vështirë? Sigurisht që po, patjetër. Cila është, le të themi, një reagim negativ, jo pozitiv që ti e merr kur propagandon, kur angazhon është mungesa e informacionit. Sot pjesa më e madhe e të rinjve nuk kanë informacion, nuk din të vërtetat. Kanë një shkëputje me politikën. Funksionon mirë propaganda në këtë aspekt? Propaganda po, funksionon, ka funksionuar dhe gjithë këto vite ka bërë vetëm patjetër dhe pjesa më e madhe e të rinjve sot kur u flet për politikën thot seriozisht e ke ti akoma me politikën merresh? Dhe harrojnë që sot sa dalin nga shtëpia, sa hapin është politika që merret me ta, dhe sikur ata të merreshin shumë pak me politikën, do të kuptonin domethënë rëndësinë dhe fuqinë e saj dhe patjetër që dhe jeta e tyre mbase do të ndryshonte sepse do të ishin më të angazhuar, se kjo vjen dhe nga mungesa e angazhimit, unë thash parë që nuk është pjesë e mungesës së guximit, nuk kanë është mungesë e shpresës, nuk kanë terren ku ata të kenë mundësi që të tregojnë edhe pa kënaqësitë e tyre. Dhe prandaj fola edhe për pjesën e foltores, është një hapësirë ku ata dalin dhe pse jo t'i bashkohen kauzave, sepse jemi të thash, siç e thash dhe shpar, jemi të gjithë njësoj dhe po jetojmë të gjithë në kushte të vështira. Sepse këtu nuk ka zhvillim, këtu flitet për zhvillim, infrastruktura, janë ndërtuar 5-10 kulla, thot ai buxheti, jo nuk ka. Në fakt realiteti është që nëse do të flasim për zhvillim, do të flasim për jetën e qytetarëve dhe për xhepat e qytetarëve, që sot janë të zhvatura. Okej. Hajdramataj, 29.4 statistika, po e dim gjithë që 50-50 është, ka të rinj që nuk kanë asgjë në jetën e tyre sot në 2025-ën, nuk kanë as shkollë, as punë, as zanat, as kurs për të mësuar një zanat dhe as një gjë tjetër. Kjo statistike bën pak të pamundur që të jetë njëjti reagimi brezit tuaj të rinj? Lavjo, prap unë po them, po i kthem një idealizmi dhe Gjulia tha ADN-ja. Ne kemi në ADN, mjafton të na zgjohet ajo ndjesisë. Edhe ne në 90-ën duart bosh i kishim. Por kishim zemrën plot. Prandaj duhet, domethënë, mos ndoshta ja gjetën anën asaj që ndodh atë. Propaganda që ka bërë ky se ky, më fal që ndërpreva. Po doja të futesh vetëm me një. Po, është propaganda, sepse ata zhvendosin me njerë vëmendjen sa po del. Gjithë opinioni manipulohet nga tërësi, sa ne na janë bërë si normale ato milionat e eurove, pra kur ti në familjen tonë nuk i numëron dot në fund të ditës as 10.000 lekëshet, milionat e tyre të korrupsionit, të abuzimit, po na kthehen si normale. Do me thonë, nëse këtu është